Një nisëme në qendër shëndetin dhe kujdesin ndaj komunitetit solli në malsinë e madhe teknologjinë moderne, EcoCore 500 digital, stetoskop për diagnostikimin e hershëm dhe monitorimin e problemeve kardiake. Në qendrën shëndetësore në Koplik, kjo nisëm u prit me mikpritje dhe vlerësim të veçantë. Në aktiviteti që i pranishëm kryetari i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan Trashëgimie e Prekcalit, profesor doktor Anton Lajçaj, që së bashku me zëvendës kryetarin Ervin Tinaj, të cilët prezantuan këtë kontribut në shërbim të komunitetit. Vërtet është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që neve ndodhemi këtu pranë qendrës shëndetësore dhe në qendrën e malësisë së madhe. Kjo nuk është ndoshta një investim jashtëzakonisht i madh, por është një shkëndi që besoj do të ndesë edhe të tjerë bashkëpajendas dhe bashkëatletarë, sepse neve si shqiptar që jemi të biti e kësaj toke, edhe pse jetojmë larg vendlinjes, ne duhet të kontribuojmë gjithmonë për vendlinjen tonë, asnjëherë mos ta harrojmë. Nëse neve kemi krijuar në një gjendje ndoshta të mirë ekonomike, flas për jetesën tonë personale, ne duhet të mendojmë për vëllezërit dhe motrat tona, të cilët vuajnë nga disa gjëra të cilat ndoshta nuk janë as të komplikuara, por shpëtojnë jetë. Duam t'i thomë këtij vendit, bashkëvendasve tonë, se neve jemi me ju, edhe pse larg vendlindjes, dhe asnjëherë nuk do ju harrojmë. Është e rëndësishme që edhe Nana Tereza thotë, nuk ka rëndësi se e madhe puna, por edhe punat e vogla që bën me dashuri të mëdha. Statistika që kam lexuar këtu, kardiovaskular, është shumë e lartë, 60+%. Pas minuta një check-up për shembull mundet mja zgjat njerit jetën shumë. Ideja ishte juaja apo ju a sugjeruan? Në Amerikë gjëja më e mirë është kjo sharing of ideas, edhe kjo ka ardhur, si më thënë, të bisedua. Tani unë kam pas një shok këtu që ka ardhur kanë atje në Bishkek në Push, edhe aty ka bën një reaksion. Edhe prej atje në Bishkek ai s'ka pas as ku më shkuas me marrë një medicinë, as me thirr një mjek, e prej atje ka ndash më ul edhe më shkuan në Shkodër për shembull vetëm për një dozë shumë thjesht. Edhe prej asaj punë kalim gjithë kjo. Kjo nisëm është një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë që diaspora shqiptare vazhdon të mbajë me vendlindjen. Edhe pse larg, shqiptarët e diasporës tregojnë se kujdesi për vendin e origjinës mund të shndërrohet në vepra konkrete, veçanërisht në fusha të rëndësishme si shëndetësia. Edhe shoqatet e tjera, edhe aktivistë të tjerë, edhe biznesmen shqiptarë, të cilët janë të shumë, jashtë rojeve shqiptare, gjithsesi në diasporë, do të kthejnë vëmendjen dhe do të ndihmojnë, domethënë qoftë mjekësinë, qoftë arsimin dhe për çdo gjë që ka nevojë Shqipëria jonë e bekuar. Për malsinë e madhe, ku nevojat për pajisje dhe shërbime bashkëkohore shëndetësore janë të shumta, dhurimet e tilla marrin një rëndësi të veçantë. Ato ndihmojnë në forcimin e kapaciteteve të qendrave shëndetësore dhe sjellin teknologjinë më pranë banorëve. Në një kohë kur sëmundjet kardiovaskulare zën përqindjen më të lartë të vdekshmërisë në nivel kombëtar në Shqipëri, prania e kësaj aparature tek mjeku i familjes sjell diagnostifikimin në fazë të hershme të sëmundjes, duke ulur kështu krizën e sëmundjes që mund të shkaktohet më vonë dhe gjithashtu duke ulur incidencën e vdekshmërisë. Ka shumë raste ku mjeku nuk arrin dot të dëgjojë zhurmat e vogla problematike që janë që në fazë të hershme dhe nëpërmjet kësaj aparature që është e integruar AI, do bëhet e mundur që të kuptohet që në fazë fillestare iniciativa e një sëmundjeje. Bëhet fjalë për pajisje që mundsojnë EKG-n të integruar me 3 lidhje: monitorimin e ritmit kardiak dhe regjistrimin e të dhënave shëndetësore. Teknologjia përfshin edhe dëgjimin e avancuar të zemrës dhe analizën me inteligjencë artificiale, e cila mund të ndihmojë në evidentimin e hershëm të disa problematikave kardiake. Një tjetër mundësi është digitalizimi dhe telemjekësia, duke bërë të mundur regjistrimin e të dhënave në aplikacion dhe konsultimin me specialist në distancë në kohë reale. Ne morëm sot një dhuratë nga fondacioni. Falenderojmë shumë për këtë dhuratë. Është një stetoskop digital me inteligjencë artificiale të inkorporuar, që do jetë shumë e rëndësishme për zonën, pothuajse 12.000 banorë, për të cilët mendojmë që do jetë shumë e rëndësishme. Nëpërmjet fondacionit dhe në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, kjo aparaturë do përhapet edhe në qendra të tjera shëndetësore, pra ka filluar pilot në këtë qendër, po do vazhdoj të përhapet edhe në qendrat e tjera, do të ndihmojë mjekun e familjes për të kuptuar më mirë rreth problematikave kardiovaskulare që do kenë qytetarët. Por shembulli i Fondacionit Trashëgimia e Prekcalit duket se kanë nxitur edhe iniciativa të tjera.
Në aktivitet ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Rotary Club, të cilët duke ndjekur nga afër këtë shembull pozitiv të kontributit në komunitet, prezantuan ide dhe projekte të reja që po planifikojnë për t'i vënë në shërbim të banorëve të Malësisë së Madhe. Propozimet u bën fillimisht nga kryetarja e Rotary Club, Valbona Lishi, duke e kthyer këtë takim jo vetëm në një moment solidariteti, por edhe në një hap drejt bashkëpunimeve të reja. Vizion, edhe sidomos për depistimin e kancerit të gjinit në zonat rurale, shumë e rëndësishme dhe si shans, edhe edukuese, edhe kurative, të gjitha i kam brand, edhe është shumë e rëndësishme me marrë komunikimin me strukturat e rajonit Shkodrës. Një drejtoresh Spitalit Shkodrës në dha shpresë që gjatë këtyre viteve do të kena një bashkëpunim shumë të mirë dhe shumë e rëndësishme që se këto gjëra nuk bëhen vetëm, bëhen si bashkësi. Kur bashkohen shqiptarët, gjitha ne bëhet gjë e mirë. Në nivel Shqipëri-Kosovë, po mendojmë që edhe ne të punojmë fort që në bashkëpunim me ministrit respektive të Shqipërisë dhe të Kosovës, së shpejti, të bëjmë një donacion pikërisht të ngjashëm nëpër disa njësitë tjera spitalore shëndetësore në qarkun e Shkodrës, ndoshta edhe në Gjan Kosovë, po edhe në Shkodër dhe në Mbar Shqipëri. Që kjo është në perspektivë e të ardhmës së afërt. Pas nënshkrimit të aktit të dhurimit, fjalë zemre u bën motivuese tek të pranishmit. Në bashkëpunime të tjera që patjetër do vazhdojnë me suportin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbështetjes Sociale dhe Qeverisë Shqiptare për të bërë më të mirën për qytetarët. Unë ndihem jashtëzakonisht mirë kur ndodhem në troje shqiptare, sepse unë jam manjësor, pra shqiptar ballpar, i takoj këtyre trojeve dhe ky takim sot përveç se ardh llorimit i instrumenti digital, na ka nxitur diçka tjetër, domethënë në një farë mënyrë është një shkëndij që ndoshta në të ardhmen do jetë një punë tjetër që na pret, jo vetëm ne si fondacion, por edhe të gjithë shqiptarët, dhe neve jetojmë jashtë trojeve shqiptare gjithsesi në diasporë, por duhet të trumbetojmë, do të trumbetojmë që njerëzit tonë që jetojnë këtu nuk duhet i lëmë të vuajnë për gjana të cilat vërtet janë më tepër nevojshme, e sidomos për instrumente të tilla ose për spitale ose për ilazhe e tjera. Unë nuk kam atë shkopin magjik për të premtuar, as nuk i takoj domethënë një parti apo politik që duhet të ndaj me ju, por thjesht si një shqiptar do të ngrisim zanin edhe tek shoqatat e tjera, edhe tek njerëzit tjerë që ky vend ka nevojë për ne. Ka nevojë sepse ne e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë të gjithë shqiptarët, të gjithë bashkëvendasit tonë dhe bashkëkombësit tonë të cilët jetojnë në këtë vend. Ky vend është për shqiptarët dhe neve duhet sa më shumë të promovojmë që ata që janë këtu të jetojnë, por pse jo edhe të tjerë të kthehen dhe të krijojmë fushë akoma më të mira. Unë e di se ndoshta të gjitha këto investime të tjera gjana janë në pjesë e qeverisë, pushtetit lokale të tjera, por gjithmonë kemi mundësinë që të bëjmë më shumë për vendin dhe të kontribuojmë më shumë për vendin. Neve jemi një fondacion që quhet Fondacioni Pregcali dhe mund të thoni çfarë lidhje ka Pregcali me këtë që po bëjmë sot. Unë do t'ju bëj një lidhje shumë normale, derisa Pregcali në kohën e tij ka luftuar për këtë troje, për të mbrojtur nga armiqet, neve si pasardhës dhe kur them si pasardhë konsideroj shqiptarët, jo vetëm Pregcalit, por të gjithë adletarët dhe herojtë e trojeve shqiptare, e kemi detyrim që të mbrojmë njerëzit që jetojnë këtu në mënyra të ndryshme dhe të çojmë amanetin e atyre të parëve tonë të cilët kanë lërë gjakun për këtë vend. Edhe ne duhet sinqerisht të falenderoj drejtorin, doktoreshën, të gjithë juve për prezencën tuaj në këtë ditë që është shumë e nxehtë, por ju keni ndakuar për me kënë me ne dhe falenderoj jashtëzakonisht të gjitha mediat të cilat po i përcjellin. Nga ana tjetër, profesor doktor Anton Lajçaj vuri në dukje vlerat e të rinjve që u shkolluan dhe punojnë me dinjitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vlerën që ta jep vendi yt me shkollimin që të ofron. Të falenderoj dhe të përshëndes edhe nën kryetarin e fondacionit që është Ervin Tinaj. Ervin Tinaj po ashtu është biri i këtij vendit,
por s'do të harrosh se ky ka mërguar në moshë shumë të re në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe atje ushtron detyrën e avokatit, një avokat shumë shquar, por ama malli dhe dashuria për vendin dhe për Leon është jashtëzakonisht e papar. Dhe besoj se të tillë do të kenë akoma më shumë. Duhet ju them edhe një gjë se pavarësisht se dikush ndoshta mund të mendoj ata kanë shkuar jashtë Shqipërisë dhe e kanë harruar këtë vend, ju betohem edhe pse jemi atje fizikisht, trupi dhe shpirtin, do të thënë shpirtin e kemi këtu, trupin e kemi atje dhe neve mundohemi të bëjmë atë më të mirën të mundshme dhe është vërtet për çdo levdat që rinia shqiptare në mërgim shkollohet dhe ndihet krenar për origjinën dhe për komësinë dhe për gjuhën e tyre dhe mundohemi akoma më shumë që të ruajmë dhe në asnjë mënyrë mos ta mohojmë origjinën tonë, gjakun tonë, kombin tonë dhe shtetin tonë. Dhe faleminderit edhe për kohën, edhe ky ka udhëtuar poshtë për Shtetet Bashkuara të Amerikës për që jam këtu me ne. Unë, përveç se jam bikti, unë edhe studimet themelore të universitetit i kam bërë në Universitetin Luigi Rakuqi në Shkodër, për çka jam jashtëzakonisht krenar. Dhe nga ai universitet kam mbrojt domethënë diplomën në Beograd dhe kam mbrojt diplomën në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku kam vazhduar po ashtu për master dhe doktoratur. Pra neve duhet jemi shumë krenar për vendin, për origjinën, për trojet tona, për kombin tonë, sepse nuk ka të kohë më të vjen në botë. Pavarësisht të leven mes vetes i kemi ato dallime dhe mendojmë se nuk jemi aq mirë, seriozisht ju them sinqerisht, neve punojmë me kombe të ndryshme, neve jemi më të mirët e më të mirëve. Nuk është se thonë ndoshta jemi më të zgjuarit, por neve bëjmë një dallim, kemi diferencë. Është një thënie, nuk duhet të jesh më i miri, po duhet pak të ndallosh nga të tjerë, normalisht për të mirë. Faleminderit edhe një herë, ishte jashtëzakonisht. Në një trev ku nevojat janë të shumta, çdo nisëm me tillë merr vlerë të veçantë, sepse kur diaspora, fondacionet dhe organizatat komunitare bashkojnë vullnetin dhe mundësitë, ndihma shndërrohet në një investim të drejtë për njerëzit. Vendlindja nuk harrohet, ajo mbështetet, zhvillohet dhe ndërtohet përmes veprave. Dhe kjo nisëm përcjell një mesazh të qartë, kujdesi për komunitetin është përgjegjësi e përbashkët, ndërsa shëndeti është një nga investimet më të rëndësishme për të ardhmen.